Provat tregojnë vetëm dallimet në cilësimet e momentit themelues të UÇK-s, por kjo nuk është një mospërputhje. Nëse ishte apo jo Thaçi një prej themeluesve, por argumentet e mbrojtjes së Thaçit në fakt nuk qëndrojnë. Mbrojtja e Thaçit keq orienton kur thot se Azem Sula, një prej antarëve të NKP-s, ka qenë në pozicion të dinte kush kanë qenë antarët fillestar të shtabit të përgjithshëm. Kjo në fakt është në mospërputhje me atë çka shton për Hashim Thaçin si një nga themeluesit e UÇK-s. Në provën 847, Sylla flet për përbërjen e parë të shtabit të përgjithshëm të UÇK-s. Ai evidenton Thaçin, Kadri Veselin dhe Recep Selimin si antar themelues. Në provën 1875, Sylla në fakt flet për diçka tjetër. Gjegjësisht se çfarë konsideronte ai një takim themelues të UÇK-s në dhjetor të 1993-shit. Ai qëllimisht nuk i përmend pjesëmarrësit në atë takim, as nuk pretendon se ka renditur të gjithë themeluesit e UÇK-s që kanë qenë pjesëmarrës në këtë mbledhje. Prova të tjera, sikurse në provën 186, tregon që themelimi i UÇK-s është kuptuar në fakt tamam në prill të 93-shit, në një mbledhje tjetër, ku nuk ka marrë pjesë Azem Sylla, po në të cilin ka marrë pjesë Adem Jashari, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe të tjerë. Provat tregojnë vetëm dallimet në cilësimet e momentit themelues të UÇK-s, por kjo nuk është një mospërputhje. Nëse ishte apo jo Thaçi një prej themeluesve, sikurse e tha zoti Tiker, kur e pyetën Thaçin, ZPS-ja, kur u bë antar i shtabit të përgjithshëm, përgjigjja e tij ishte se e dihej nga të gjithë që ai ka qenë një prej themeluesve të UÇK-s.